Ne ndërkohë do të spostohemi te këndi i aktualitetit për të folur për një temë shumë të ndjeshme për shoqërinë shqiptare, që ka të bëjë me dhunën ndaj grave, një fenomen që është i pranishëm, madje edhe dje ne kemi patur 2 raste konkrete nga qarku i Firit, ku 2 persona janë arrestuar pikërisht për dhunë ndaj bashkëshorteve të tyre. Por do ta shohim fenomenin në përpjekjet që shoqëria civile bën për sensibilizimin e këtij fenomeni, pra dhe mënyrën se si ta ndalojmë dhunën ndaj gruas. Është qata apo Qendra Kulturore Horizontet e Reja që është shumë aktive në këtë drejtim dhe prej disa vitesh organizon dhe koncertin Sinfonia e Jetës, Unë jam shpresë, është një koncert që synon mbledhjen e fondeve në funksion pra të mbrojtjes së gruas. Ne kemi të ftuar drejtuesen e kësaj shoqate, kësaj qendre është zonja Irma Gjana. Mirë se erdhe, zonja Gjana. Përshëndetje, faleminderit që jeni këtu, zonja Gjana. Duke qenë se Denisi bëri një shpjegim faktikisht për kontributin e organizatës tuaj për sa i përket këtij fenomeni dhe këtij koncerti Sinfonia e Jetës, për sa vit organizohet ky event? Ky është edicioni 7 i këtij eventi, normalisht duke parë që ka një impakt dhe një vëmendje shumë të gjerë, duke pasur parasysh që ne kemi 1000 të ftuara, menduam që këtë vit ta fokusonim tek dhuna ndaj gruas, tek ndihma që mund t'japim neve këtyre grave. Prandaj dhe Sinfoninë e Jetës këtë vit e kemi fokusuar pikërisht te kjo, duke dhënë atë mesazhin Unë jam shpresë. Duam që të gjithë ne të 950.000 të ftuara që neve kemi në sallë, të jenë shpresë për këto gra. Cili ka qenë feedbacku nga viti në vit, duke qenë se paska mos e 6 vite që organizohet si event? Të them të drejtën, në fillim fare kur e kemi nisur Sinfonia e Jetës, nuk mendonim që do zgjaste kaq gjatë. E kemi nisur për të promovuar vlerat e gruas në muajin mars që ja kemi dedikuar totalisht femrës, por që duke parë vëmendjen dhe interesin, gjithashtu dhe duke parë që zonjat që vinin në program ishin shumë të ndjeshme karshit të gjitha atyre problematikave sociale që neve kemi, menduam që kjo të vazhdoj gjatë, duke bërë dhe diçka ndryshe, duke munduar që neve të jemi krah edhe atyre që ndoshta janë më pak të fatlume siç jemi neve. Cila është gjendja aktuale në lidhje me këtë fenomen në vendin tonë, nga të dhënat që keni ju? Të dhënat që neve kemi janë vërtet të frikshme, sepse normalisht me një kërkim që neve bëm, tregoi që në Shqipëri 56% të femrave kanë jetuar një lloj dhune. Kjo mund të jetë fizike, mund të jetë verbale, mund të jetë formave nga më të ndryshme. Dhe kjo është vërtet diçka që duhet shqetësuar dhe shoqëria duhet bëjë diçka. Dhe jo vetëm të gjitha aspektet duhet bërë diçka. Ndërkohë, ne mbetemi pak tek aktiviteti që ju do të mbani në 1 mars në orën 18:30 në Teatrin e Operës dhe Baletit, ndërkohë nga regjia do të kërkojë që të shikonim edhe disa prej personazheve që do të jenë pjesë e kësaj simfonie të jetës ose këtij koncerti. Pjesë e tyre janë emra të njohur të artit dhe kulturës. Apo jo, zonja Gjana, ndërkohë ne i shohim dhe në ekran. Si është ideuar ky aktivitet me një prani kaq të madhe personazhe, ju thatë rreth 900 apo 1000 vet do të jenë pranishëm? Normalisht të 3 katet e Teatrit të Operës dhe Baletit janë të mbushura plot. Të gjithë artistët që kemi neve, normalisht neve kemi bërë një skalet të caktuar dhe menduam që t'i ftonim dhe ata të bëheshin pjesë. Është e mahnitshme dhe është për t'u vlerësuar, mendoj unë, që kemi artistë si shumë të talentuar, po ashtu me një zemër shumë të madhe. Të gjithë emrat që juve shikoni dhe tregojnë edhe në televizion, janë të gjithë janë bashkuar kësaj nisme dhe kanë thënë që dhe unë dua të bëhem shpresë. Për një rezume të shkurtër, pa kaluar, janë Alban Skënderaj, Ana Kaçinari, Ardita Tusha, gjithashtu është Armela Tusha, Aurela Gaçe, pra Erina Balla, Marcela Çibukaj, Michel Arapo, Valbona Selimllari dhe të tjerë personazhe që do të jenë pjesë e këtij aktiviteti, kështu që mos e humbisni. Gjithçka është organizuar apo mund të shkojë çdo njeri, zonja? Normalisht neve në edicionet e mëparshme kemi pasur një program të mbyllur me ftesa. Kemi ftuar akademi, kemi ftuar njerëz të artit edhe të kulturës, kurse këtë vit kemi bërë një dalje nga ajo që kemi bërë më përpara, kemi shitur edhe bileta, sepse të gjitha
të gjitha fondet që do përfitohen nga këto bileta do shkojnë pikërisht për të ndihmuar këto gratë të dhunuara dhe pikërisht gratë e qendrës kombëtare të trajtimit të viktimave të dhunës, si dhe dy zonjave specifike që kanë dalë nga kjo qendër, janë trajtuar dhe në këtë momente kanë filluar jetën e tyre jashtë qendrës. Përse zgjodhët pikërisht sloganin "Unë jam shpresë"? Çfarë doni të thoni nëpërmjet këtij? Duam që secili nga ne të mundohet të bëhet shpresë për dikë tjetër. Siç do donim që edhe për ne të jenë shpresë persona të ndryshëm në aspekte të ndryshme, neve të bëhemi shpresë për këto gra, të mundohemi që ato të hidhen edhe një herë në jetë. Në këtë pikë dua të shtoj diçka në qoftë se është e mundur. Duam që ato ndihmat tona mos jenë thjesht diçka që mund t'i shfrytëzojmë vetëm për momentin, duam që të jetë diçka që ato mund t'i ndihmojë në të ardhmen e tyre. Më afatgjatë, le të themi. Ne normalisht kemi pasur bashkëpunime shumë të mira me sponsorë të ndryshëm tek Sinfonia e Jetës këtë radhë. E flasim me ta në mënyrë që se si mund t'i angazhojmë në jetë, se si mund t'i punësojmë, pikërisht si mund t'i punësojmë këto gra, sepse secila prej tyre, domethënë me ato që neve kemi folur edhe me drejtoreshën e qendrës, kanë 3, 4 dhe 5 fëmijë dhe me një rrogë të tyre që edhe rroga është shumë minimale, është shumë e vështirë që të kesh një jetesë të denjë për ata fëmijë. Po, ju përmendët raste konkrete faktikisht, normal, ju keni pasur raste të shpeshta dhe kontakte të shpeshta me këto gra, le të themi, mund të na tregoni ndonjë histori konkrete, histori të dimshme prej tyre, përmendët 2 familjarë pak më parë. Tani ne kemi kontakte me 2 nga këto familje, përveç ato gratë që janë në qendër, kemi shkuar bashkë me drejtoreshën e qendrës dhe janë dy histori shumë të dhimbshme. Normalisht të dyja zonjat janë martuar në moshë shumë të re dhe për këtë shkak nuk kanë arritur dot edhe të shkollohen. Vinë nga vende shumë të thella të zonave të Shqipërisë, nuk po përmend emra konkret. Një familje ka 4 fëmijë, kurse familja tjetër ka 3 fëmijë. Them familje sepse ato janë tani një familje më vete dhe ata vazhdojnë jetën e tyre. Njëra nga zonjat ka pasur një kushte shumë të mira ekonomike më përpara, po për shkak të ecurisë së bashkëshortit të saj kanë kaluar sprova nga më të ndryshme, derisa ka kaluar pastaj ka devijuar edhe në dhunë dhe në një gjendje që nuk mund të jetojë më. Ka 4 fëmijë që janë shumë studentë shumë të mirë, nxënës shumë të mirë dhe shpresojmë që edhe për ata të ketë mundësi që nga bashkëpunëtorët tanë të Sinfonias së Jetës, që janë edhe Kolegjet Turke dhe Universiteti Epoka, të mundemi të integrojmë për një arsim në të ardhmen, sepse kjo është edhe një nga ato pika që neve do donim shumë që ata të përfitonin. Kurse rasti tjetër është akoma më i dhimbshëm, është një vajzë që është martuar që në moshën 16 vjeçare me një person me një të shkuar jo shumë të mirë, që jo shfutur dhe ka dalë nga burku disa herë, dhe ka 3 fëmijë që mundohet t'i mbajë vetë me një rrogë shumë minimale, jetojnë në kushte shumë të vështira dhe ne do donim që të bënim diçka për kushtet e tyre të jetesës. Normalisht zonja del në mëngjes dhe vjen mbasditë vonë në shtëpi dhe çdo gjë e bën fëmia e saj që është në klasë të 4, i del për zotë edhe 2 fëmijëve të tjerë, i çon në shkollë në Kopësht dhe i mbledh përsëri nga Kopshti dhe nga shkolla bashkë me veten e tij të kthehen në shtëpi. Domethënë janë ca kushte që normalisht ne i kemi rreth rrotull. Më përpara kur folëm për nismën, folëm dhe që çfarë do bëjmë, sa do ndryshojmë. Ne mendojmë që pak plus pak bëjnë shumë, kështu që secili nga ne mundohet të bëj pak. Gur bëhet mur, thot populli. Pikërisht. Megjithatë, unë do bëja dy pyetje edhe për këtë shifër që ju keni nxjerr, 56% e grave në Shqipëri kanë përjetuar një formë dhune në familje. E keni fjalën vetëm për dhunë fizike apo këtu futet edhe dhuna psikologjike? Jo, futet edhe dhuna verbale, dhuna psikologjike, por ama ju e dini më mirë se sa unë sepse jeni dhe persona të medias që shumë lajm bëjnë tani, pikërisht ato histori të dhimbshme, domethënë që mbarojnë edhe shumë keq, pikërisht të dhunës familje. Dhe në Shqipëri kjo është diçka që ndoshta edhe nga ana ekonomike, ndoshta edhe nga ana sociale, arsimore, nuk e di, domethënë është diçka e gjitha një kompleks gjërash që kalojnë në një gjë kaq ekstreme. Kështu që mendoj që secili nga ne ka diçka që mund të bëjë, të sensibilizoj njerëz, sepse po themi edhe Sinfonia e Jetës në vetvete është një sensibilizim, është një koncert ku 1000 veta do njihen me këtë të vërtet dhe ata do mundohen të bëhen, ndoshta do shpjegojnë edhe 1000 vetave të tjerë apo 2000 vetave të tjerë dhe këta do mundohen të bëhen shpresë. Kjo është edhe dëshira jonë. Në informacionin tuaj, aktivitetet të tilla kanë impakt, le të themi? Unë mendoj që çdo aktivitet ka një impakt të caktuar.
se sa arrim neve dhe si do arrim neve. Janë efikase? Në qoftë se ne do mundohemi të bëjmë gjëra afagjate, siç është punësimi këtyre grave, siç është mundësimi i arsimit të fëmijëve të tyre, mendoj që këto do ketë një impakt afagjat. Mendoj që është më efikase të ndikojmë tek ajo e ardhmja e tyre, sepse ajo, në qoftë se një grua do jetë e punësuar, në qoftë se një grua do ketë atë lehtësimin ekonomik, atëherë do e ketë më të lehtë që të qëndrojë në këmbët e saj. Ka pasur raste të dhimbshme që kemi dëgjuar që pasi janë dhunuar, janë strehuar në qendër, pastaj nuk janë hedhur në jetë, nuk e kanë dalë dot me rrogat e ulta ose nuk e kanë gjetur dot punën, janë rikthyer edhe një herë në vatrën e dhunës dhe kanë qëndruar ashtu. Dhe kjo nuk është një sukses për ne. Përkundrazi, në qoftë se ne do mundohemi që këtyre njerëzve, këtyre femrave t'i japim një horizont të ri, të mundohemi që t'i tregojmë një ju mund t'ja dilni, t'i bëjmë shpresë pikërisht në këtë pikë dhe mund të marrim hapa konkrete, siç e thash, në arsimim, në për gratë për shembull mund të jepen kurse të ndryshme, sepse kjo është ajo që neve duam ta bëjmë një projekt afatgjat. Kurse profesionale referohemi? Pikërisht profesionale, pasi një pjesë e mirë e grave që janë në qendër nuk janë të arsimuara. Dhe prandaj është shumë e vështirë që mund të thuash që t'i japësh një ta punësosh diku që pretendon që të ketë një diplomë të caktuar etj. Por përsa i përket kurseve profesionale, ato mund të futen pastaj edhe tek fabrika të ndryshme, ku diun, të përpunimit të këpucëve, në qepje, mund të jetë dikush në një punishte pasticeri që ja kanë dalë shumë mirë. Për shembull, kemi folur me një nga sponsorat tanë që do të hap një lavanderi dhe mund t'i marrim dhe t'i punësojmë aty. Shpresojmë që të bëjmë hapa konkret në këtë aspekt. Po, megjithatë, zoja Gjana, unë pak a shumë duke referuar dhe rastit fundit, besoj jeni ndjeni të zonjës që qelluar nga punonjësi i policisë në gjatë protestës te Parku Liçen. Problemi më i madh i këtij fenomeni është, le të themi, kjo shoqëri që është më shumë vjen të jetë maskiliste, le të themi, në vendin tonë, dhe ajo që më ka bërë mua përshtypje edhe gjatë telefonatave që ne kemi marrë në lidhje me këtë incident ishte pjesa më e madhe e tyre mbështesnin punonjësin e policisë dhe jo gruat. Ju si synoni ta çani këtë mentalitet prapambetur që vjen të jetë në vendin tonë? Është e vërtetë ajo që juve sapo thatë dhe të vjen keq që neve kemi akoma shumë gjëra për të bërë, por normalisht, siç e thashte një çik më përpara, secili nga ne duhet të tregojë pozicionin e tij, dhe këtë duhet ta thotë me zot të lartë dhe pa frikë, sepse ndonjëherë neve shikojmë, do jap një shembull konkret në autobuzat e linjës ndryshme në Tiranë, ndodh diçka që ti duhet të ngresh zërin dhe kur e ngresh zërin në vend që të kesh mbështetjen e personave për shkak të çështjes, thesh në të akuzuar. Pikërisht, kështu që neve kemi nevojë për një sensibilizim të gjerë. Por siç e thash më përpara, unë personalisht jam në atë thënien e Nën Terezës që neve ndoshta nuk do bëjmë gjëra shumë të mëdha, po do bëjmë gjëra të vogla të mbushura plot me dashuri dhe i qëndroj kësaj gjëje, secili nga ne do mundohet me pak, ndoshta nuk do jetë një rrugtim i gjatë, por në fund fare rezultatet do bëhen. Po në një shoqëri maskiliste si kjo e jona, le të themi, merren seriozisht fenomene të tilla? Është i ndjeshëm ky fenomen? Mendoj që duke kaluar vitet jemi bërë më të ndjeshëm. Dhe duke kaluar vitet do bëhemi ende më të ndjeshëm. Merret seriozisht si fenomen shumicën e rasteve? Mund të them që fatkeqësisht shikojmë një reagim jo shumë serioz në disa aspekte, kur pak më parë, siç e tha dhe Denisi, domethënë kemi raste që gratë shkojnë dhe denoncojnë dhe marrin një përgjigje nga policia që shkon në shtëpi se nuk të ndihmoj. Kështu që në këtë aspekt kemi shumë punë për të bërë në të gjitha stadet e shoqërisë, domethënë që nga vendimarrja, që nga shoqëria e thjeshtë dhe në mentalitetin e gjerë, por tek arsimdhënia duhet qëndrojmë te masë shumë, te edukimi i brezit të ri, sepse edukimi bën diferencën. Fatkeqësisht ato domethënë dhuna nuk zgjedh, të themi të drejtën, sepse ne kemi folur me qendrën dhe tek qendra na thonë që siç kemi gra të parsimuara, kemi edhe gra që kanë mbaruar dhe ndoshta doktoraturë, por janë viktima të dhunës. Siç kemi gra që janë shumë pa fuqi ekonomike, ka dhe nga ato gra që kanë qenë shumë të pasura etj. Domethënë kjo dhuna nuk zgjedh. Kështu që neve është e rëndësishme të ngrejmë zërin dhe të bëjmë sadopak. Unë nuk mendoj që është pak ajo sadopak, sepse vërtet nuk do ndihmojmë dot të gjithë për një herësh, por për një person do bëhemi zgjidhja dhe shpresa për ta. Po qëllimi është ta parandaloni fenomenin apo të merrni vetëm me pasojat kur ajo ka ndodhur? Jo, qëllimi është të ndalojmë fenomenin dhe prandaj edhe Simfonia e Jetës, neve prandaj e themi që ky eveniment që neve e kemi bërë për gjatë 7 viteve
Këtë vit është bërë për të sensibilizuar, për të rikujtuar edhe një herë njerëzve që ka dhe persona të tillë që kanë nevojë për ndihmën tonë. Është e çuditshme fakti që neve kudo që kemi shkuar dhe për të organizuar eventin tek sponsor ose tek artist, secili kishte nga një të njohur shumë të afërt që ishte pikërisht pjesë e kësaj dhune. Prandaj neve e kemi rreth rrotull nesh. Është e rëndësishme që neve mos qëndrojmë të heshtur, po të ndihmojmë aktivisht këto persona. Te kjo pikë do ndalonin pak zonja Gjana përse përket pjesës tjetër, pra faktit të ndrojtjes që kanë vetë gratë e dhunuara. Ka një përmirësim dukshëm, le them, në këto vite, por ende vijon të mbetet tabu që një grua të denoncojë bashkëshortin apo familjarin për dhunën që pëson. Si punoni me gratë në këto raste? Normalisht unë mendoj që këtu ka dy pika shumë të rëndësishme. E para është arsimimi këtyre grave, sepse një pjesë e mirë e tyre pikërisht për shkak të arsimimit që nuk e kanë idenë dhe çfarë të drejtash kanë, nuk e kanë idenë që ka edhe një botë tjetër për jashtë që ato mund t'ia dalin shumë mirë, nuk i din kapacitetet e tyre dhe kjo është për të ardhur keq. Mendoj që gjëja kryesore është që kjo është e gjerë, po them nuk është diçka që neve e bëjmë vetëm ne dhe duhet bërë edhe më gjerë. Tek arsimimet duhet luftuar fort. Martesat në mosha shumë të hershme janë edhe një nga ato problematikat e tjera që neve kemi hasur. Kuptohet kjo është diçka që neve nuk duhet përndalojmë dot nesti shoqat, por ama duhet një shoqëri e tërë që të punojë fort në këtë aspekt, si dhe ana ekonomike. Unë duke shpresuar që Shqipëria me kalimin e kohës të shkojë mirë e më mirë ekonomikisht, mendoj që kjo do ndikojë edhe pikërisht te këto familje që për shkak të pasojave të këqija ekonomike që kanë në jetën e tyre, e kalojnë pasaj ato dufin ose nëse mund ta themi kështu ato vështirësitë që kanë pikërisht tek personi më i afërt që kanë tek bashkëshortja, gjë që nuk është zgjidhje e duhur. Zonja Gjana, jam kurioze, që do të ndaleshim pak tek denoncimet. Nga informacioni që ju keni, denoncimet ndodhin në fazë të hershme apo ndodhin atëherë kur nuk mban më kupa, është mbushur dhe po derdet? Tani fatkeqësisht për sa i përket zonave të thella të Shqipërisë, është atje ku nuk mban më kupa. Bile ka pasur raste të atilla që ne jemi shokuar pikërisht edhe me ato që kemi dëgjuar, gra që bashkëshorti i kanë nxjerrë syrin ose që kanë thyer kockat etj, domethënë, po kjo është në një shumë të avancuar. Kurse për sa i përket në qytete, është parë një ndjeshmëri çik më ndryshe, domethënë nuk shkohet deri në ato fazat e rënda fare, prandaj janë pak më të sensibilizuara nëse mund ta themi më kështu. Dhe shpresoj që neve të arrijmë që zërin tonë ta shtrim kudo. Po them, kjo nismë, unë jam shpresë, gjithashtu dhe Sinfonia e Jetës, jam pikërisht për një sensibilizim të tillë. Jam pikërisht këtu që bashkë me zërat e bukur të këngëtarëve tanë që janë ofruar vullnetarisht që të jenë pjesë, unë jam shpresë. Gjest shumë interesant, do të këndojnë falas të gjitha ata emra që ne përmendëm, që është një gjest që duhet përmendur. Unë duhet përmend edhe këtë që një pjesë e atyre artistëve ishin dhe jashtë shtetit, normalisht nuk ndodhen në Shqipëri, por ama ka ndryshuar agjendën e tyre, le të themi. Po pikërisht ka ndryshuar agjendën e tyre dhe po vinë enkas për këtë program. Atëherë nuk na mbetet gjë tjetër veç se nuk e di nëse ke një apel të fundit për të bërë të gjitha grave, ke gjitha hapësirën e mundshme për ta mbyllur këtë bisedë mjaft këndshme. Unë mendoj që gruaja ka një forcë shumë të madhe dhe kjo forcë duhet të vlerësohet dhe të kanalizohet në zhvillimin e shoqërisë. I bëj thirrje të gjithëve që të bëhen shpresë, siç bëhemi dhe neve me sloganin Unë jam shpresë. Shpresoj që edhe post fushata jon të duket dhe të tregohet se sa do kemi ndihmuar neve sadopak dhe kjo të jetë e vazhdueshme. Pak po e vazhdueshme. Dhe diçka se më kujtua, ju vjen mirë që gjysma e qeverisë është me ministre gra? Patjetër, shpresojmë që të bëhet edhe më tepër. Bëhet më tepër, a? Patjetër që po. Okej, ishte kënaqësi që ju kishim në studio. Faleminderit.